Fjala sot. Emanuel. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është Emanuel. Kur një çift i ri pret një fëmijë, përveç gëzimit të papërshkrueshëm që ndjen, të dy prindrit, madje e gjithë familja, bëjnë një listë të gjatë me emra që u pëlqejnë më shumë. Dhe vërtet, emri është shumë i rëndësishëm sepse ai mbart një kuptim. Në programin e sotëm do të flasim për kuptimin e emrit Emanuel. Ne ju ftojmë ta ndiqni këtë program për të mësuar se ky emër nuk ka një kuptim të thjeshtë që kufizohet brenda një familjeje apo i sjell gëzim vetëm një numri të caktuar njerëzish. Emanuel është një emër që i kalon këta kufi dhe sjell një shpresë që shkon përtej njerëzores, për të gjithë botën, për secilin prej nesh, për çdo njeri në rrezullin toksor. Një nga emrat e Jezusit në Bibël është Emanuel. Emanuel do të thotë Perëndia me ne, dhe e shohim të përdorur këtë emër për Jezusin tek Ungjilli sipas Mateut, që është një biografi e tij e shkruar nga Mateu. Në kapitullin e parë, duke filluar nga vargu 18, dua të lexoj për ju kontekstin në të cilin është përdorur ky emër për Jezusin. Tani, lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashk, mbeti shtatzan nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuar i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte fshetas. Por, ndërsa bluante me vete këtë çështje, ja që ju shfaqi në ëndër një angjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë me anë profetit që thotë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzan dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne. Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar angjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu, derisa ajo lindi djalin e saj të parlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus. Një nga emrat e Jezusit është Emanuel. Gjëja më e bukur e këtij emri është se ai do të thotë që Perëndia ka ardhur pranë njerëzimit. Perëndia me ne. Ai ka ardhur në një botë që është plot me probleme e vështirësi, plot me shqetësime e nevoja. Në vend që të jetë i ftohtë dhe i largët nga një botë e mbushur me mëkat, nga një botë e rënë, Perëndia vendosi të vijë këtu dhe të ofrojë ndihmë e shpëtim. Në fakt, mishërimi i Jezusit ka të bëjë me faktin se Perëndia erdhi në tokë dhe u bë mish, u bë njeri. Ka të bëjë me faktin që ai vendosi të ecste midis nesh dhe të ishte pjesë e jona. Në kapitullin e parë të Gjonit flitet pikërisht për këtë. Gjoni është një tjetër ungjilltar. Një tjetër rrëfim për jetën e Jezusit, dhe në kapitullin e parë të tij na thuhet se ai erdhi dhe banoi ndër ne. Në gjuhën greke përdoret një fjalë që do të thotë ai ngriti tendën e tij për pak kohë. Natyra hyjnore e Perëndis erdhi në mish. Ngriti një tendë toksore, një banesë toksore, dhe banoi ndër ne për një periudhë kohe. Dhe kështu, të dyja këto përshkrime janë shumë të bukura dhe shumë të thella. Theksojnë faktin që Jezusi do të vinte këtu në tokë dhe Perëndia do të ishte më afër njerëzimit. Unë gjithmonë theksoj se Bibla na mëson për mishërimin e tij. Perëndia u bë njeri për të na shpëtuar ne. Bibla nuk na mëson rimishërimin, sipas të cilit njerëzit kalojnë nëpër shumë jetë nga trupi në trup, po ashtu dhe fryma e tyre kalon nga trupi në trup për gjatë kohës. Nuk është kjo ajo që shkrimi na mëson, dhe kjo nuk ka vend në krishtrim. Dhe në fakt, ky është një koncept krejt i kundërt me krishtrimin. Bibla na mëson shumë qartë
se rimi-shërimi i njerëzve është i pamundur. Ka vetëm një Perëndi, krijuesi. Ai ka krijuar të gjitha qenet e gjalla. Të gjithë njerëzit do të qëndrojnë para tij në ditën e gjykimit. Jezu Krishti erdhi për të na shpëtuar ne nga mëkatet tona, nga shkeljet tona dhe nga gjithë gjërat e tjera të këqija që ne kemi. Kjo është arsyeja pse ai erdhi në mish. Nuk ka përse të besoni tek rimi-shërimi. Sinqerisht, unë mendoj se rimi-shërimi është një koncept shumë i paqëndrueshëm dhe shumë i dobët. Besoj se ka një Perëndi që krijoi këtë botë. Po të hidhni syt përreth, do të shihni provat e projektuesit, krijuesit të këtij universi. Kjo është arsyeja pse ne do të japim llogari para tij për mënyrën se si e jetojmë jetën tonë. Pra, sepse ai na ka krijuar. Tani, ky Perëndi, edhe pse është gjykatës, do të jetë shumë i dashur dhe i dhemshur, si një mjek që kujdeset për një të smur. Në të vërtetë, kështu jemi ne në mëkat. Ne jemi të infektuar me një sëmundje dhe kjo sëmundje na bën të kemi lakmi, të urrejmë, të kemi krenari e shumë gjëra të tjera. Është si një virus që na shkatërron. Në fund, ai na vë përfund dhe na vret. Dhe kjo është arsyeja pse Perëndia duhej të dërgonte skuadrën e tij të shpëtimit në formën e birit të tij, Jezusit. Në vitin 2009, një grup alpinistësh u ngjitën në malin Hood, që është në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Besoj se ka qenë në muajin dhjetor. Dhe ky grup u bllokua në mal nga stuhi të forta. Edhe pse të gjithë ata që ishin në rrëz të malit donin të ngjiteshin për të ndihmuar alpinistët, nuk mundeshin për shkak të këtyre stuhive. Sa e tmerrshme do të ishte për njerëzimin, sigur të mos kishte shpengim, sigur të mos kishte asnjë mënyrë për të na shpëtuar nga kjo sëmundje që quhet mëkat. Sigur Perëndia të mos ishte në gjendje të na shpëtonte, ne do të ishim të humbur. Por bukuria e Ungjillit është fakti që Perëndia është me ne. Një nga gjërat më të rëndësishme që lidhet me Jezusin është vetë emri i tij që do të thotë Perëndia shpëton. Kështu, Perëndia ka ardhur pranë nesh me një qëllim specifik, që është të na shpengojë në mënyrë që të na shpëtojë. E dini, është interesante që disa njerëz, si agnostikët dhe ateistët, mund të bëjnë pyetjen: a jemi ne vetëm? A ekziston dikush tjetër në univers? Mua më duket e pabesueshme që ata e mohojnë këtë dëshmi të mrekullueshme për Perëndin, i cili është përtej kohës dhe përtej njerëzimit, duke na treguar shumë qartë se nuk jemi vetëm. Ekziston një qenie hyjnore që merakoset për njerëzimin dhe ai na ka vizituar. Kështu, gjithë bisedave që bëhen në ditët e sotme për jetën në hapësirë dhe për inteligjencën jashtëtoksore, unë do t'u përgjigjesha. Absolutisht. Quhet Perëndia Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë, i plot fuqishmi, hyjnori, dhe ai që ka ardhur të na vizitojë për të na sjellë të vërtetën e tij. Po ta shihni këtë, do të kuptoni dëshirën e Perëndisë për të shpëtuar njerëzit e tij. Perëndia ka shumë pasion për këto krijesa që ai veti ka krijuar dhe nuk i pëlqen të shohë që gjërat e bukura e të mira që ai ka bërë të shkatërrohen nga mëkati. Kështu, ai vendosi të vinte në tokë për të na shpëtuar nga mëkati ynë. Ky është një mendim i jashtëzakonshëm, dhe në fakt, kjo është ajo që na thuhet në Bibël. Emri i tij është Emanuel dhe emri i tij është Jezus. Në vargun 21 të kapitullit të parë të Mateut thuhet: dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. A s'është e mahnitshme? A keni dëgjuar që dikujt tjetër do të jetë dhënë puna e shpëtimit të njerëzimit? Cili njeri në histori mund të mburret se është në gjendje të shpengojë gjithë njerëzimin? Askujt përveç Jezusit. Dhe thelbi është se ai erdhi për të shpëtuar njerëzit e tij në mbar botën, globalisht. Ai nuk ishte një profet lokal. Ai nuk u dërgua për disa raca njerëzish në një qoshe të globit. Jezusi është shpëtimtari i botës. Jezusi u dërgua të shpëtonte gjithë njerëzimin, dhe kështu ai është shpëtimtari juaj, pavarësisht se ku jeni. Në lindjen e mesme, në ndonjë ishull, në Evropë, në Amerikën e Veriut, apo Afrikë, Indi, Azi, kudo ku jeni, Krishti është shpëtimtari juaj.
Ky mendim i bukur i Perëndis me ne duhet të personalizohet. Ju duhet kuptoni se po, Krishti erdhi për ne, por siç ndodh me një smundje, ju nuk mund të keni asnjë të mirë nëse nuk bëni vaksinat apo nëse nuk merrni trajtimin mjekësor. Po kështu, nuk mund të keni asnjë të mirë nëse nuk e pranoni Jezusin personalisht. Nuk mjafton vetëm të thoni, po, ishte njeri me emrin Jezus dhe ai ishte një mësues i mirë dhe një njeri shumë i mirë që i mësoi njerëzimit shumë gjëra të mrekullueshme. Ky nuk është besimi që shpëton. Mos mendoni se kjo mjafton për të shkuar në qiell. Ju duhet ta deklaroni Jezusin si Zotin tuaj dhe duhet t'ia dorëzoni atij jetën dhe zemrën tuaj e t'jetoni për të. Kjo është thirrja e Ungjillit. Shkrimi na mëson se kushdo që thërret emrin e Zotit Jezus do të shpëtohet. Kështu, kur themi Perëndia me ne, nuk është thjesht ideja, sa mirë, Perëndia është në anën time tani dhe unë mund ta planifikoj jetën time dhe të bëj si të dua dhe ai do t'i bëj gjërat më mirë për mua. Nuk mund mendoni kështu në asnjë mënyrë. Përkundrazi, thirrja e Ungjillit është që tani që ju keni mësuar se Zoti Jezus u dërgua për ne, ju duhet t'ia dorëzoni atij jetën tuaj. Tani ju duhet ta jetoni jetën për të. Në fakt, Perëndia na thërret të lidhemi me Jezusin dhe të kapemi fort pas tij, njësoj sikur të jemi në mes të një deti të stuhishëm me dallë të forta që na hedhin sa ndej këtej dhe Krishti është aty me ne për të na shpëtuar. E dini çfarë? Po të ishi duke u mbytur, do të shihnit, do të kërkonit një mënyrë për të shpëtuar veten. Kjo është ajo që unë dua të mendoni kur keni në mendje Zotin Jezu Krisht. Ai është mjeti dhe mënyra juaj e shpëtimit. Dhe Jezusi nuk u dërgua tek ne thjesht për të na shëruar, nuk u dërgua që thjesht të ishte me ne për një periudhë të shkurtër kohore në këtë jetë, por ai u dërgua që ne të kemi gëzimin e jetës me të tani dhe në përjetësi në praninë e Perëndis. Tek letra e Romakëve kapitulli 8 kemi një deklarat të bukur. Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Dhe pastaj renditen të gjithë kundërshtarët e mundshëm. Përgjigjja është askush. Askush nuk mund të qëndrojë kundër nesh. Kur Perëndia është me ne, ai ka mundur të gjithë armiqtë tanë, të gjitha sëmundjet tona. As vdekja nuk mund të qëndrojë para nesh për shkak të Krishtit. Në fakt, me Krishtin ne jemi më shumë se fitimtar mbi të gjithë armiqt. Kështu, a nuk është ngushëlluese të dimë se Krishti ka ardhur tek ne? Ai është bërë mish, njeri. Ai është Emanuel, Perëndia me ne, dhe ai erdhi pranë nesh për të na shpenguar nga të gjitha mëkatet tona. Miq të programit ton, ne lutemi që ju të mbani në mendje dhe në zemrën tuaj ato që mësuat sot. Emanuel, Perëndia me ne. Perëndia me secilin prej nesh. Ky është një mesazh shumë i thjeshtë, por mbi të gjitha shumë inkurajues dhe ngushëllues. A ka gjë më të mrekullueshme të mendosh se Perëndia na do aq shumë sa dërgoi birin e tij në tokë për të qenë pranë nesh në këtë jetë dhe në përjetësi? Mendoni për këtë. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.